Shiti automjetet që mori me qera arrestohet 40 vjeçari në Elbasan. Një 40 vjeçar është arrestuar nga policia e Elbasanit pasi kishte shpallur në kërkim, pasi bashkë me 2 shtetas të tjerë ka tjetërsuar pronësin mbi automjetet që ka marrë me qera, duke i shitur ato. Nga ky dënim, 40 vjeçari ka mbetur për të vuajtur 8 muaj burgim, njoftimi policisë. Si rezultat i kontrolleve me objekt kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të shpallur në kërkim, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare ndaluan shtetasin MZ 40 vjeç, banues në Elbasan. Gjykata e Apelit Tiranës e ka dënuar me 2 vjet burgim për veprën penale mashtrimi kryer në bashkëpunim sepse së bashku me 2 shtetas të tjerë ka tjetërsuar pronësi mbi automjetet që ka marrë me qera dhe i ka shitur ato. Nga ky dënim, 40 vjeçarit i kanë mbetur për të vuajtur 8 muaj burgim. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.